Një person ka humbur jetën ndërsa 2 të tjerë janë asfiksuar për shkak të një zjarri të rënd në një pallat 7 katësh mbrëmjen e sotme në zonën e Unazës së Re këtu në kryeqytet. Policia arreston pronarin e lokalit ku ndodhi shpërthimi i bombulës së gazit që plagosi 29 persona. Dëshmitarët tregojnë momentet e tmerrit se si u hodhën nga kati i tretë për të shpëtuar. Kujtimi i bra i 57 vjeçari nga Puka që vrau me thik një nga vajzat e tij dhe plagosi vajzën tjetër, ishte shoqëruar disa herë në polici për shkak të konflikteve të vazhdueshme që kishte me bashkëshortën. Policia e Tiranës pajiset me kamera trupi kryeministri Rama thotë se ky inovacion jo vetëm do të rrisë sigurinë, por do të ndihmojë edhe në luftën kundër korrupsionit në radhët e uniformave blu. Deputetja e Shkodrës Mimoza Afizi del në mbështetje të Ben Blushit dhe thotë se mungesa e zgjedhjeve në parti është shqetësim edhe për bazën, ndërsa Blushi deklaron se partia duhet çliruar edhe nga deputetët që grabisin pronat. Në festivalin e Sanremos do të ngjitet mbrëmjen e 9 shkurtit edhe një talent shqiptar. Ermal Meta do të konkurojë në kategorinë e të rinjve. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma, ju ftojmë të ndiqni edicionin informativ të orës 19:30. Për fat keq do na duhet ta nisim me një lajm të rënd. Një apartament kanë rënë në flakët, pra i gjithë apartamenti është përfshirë nga flakët në katin e 7 të një pallati në Unazën e Re këtu në Tiranë, ndërkohë ju po ndiqni edhe pamjet. Forcat zjarfikse dhe policia në vendin e ngjarjes thotë se një fëmijë 4 deri në 5 vjeç ka humbur jetën ndërsa ka mundur të shpëtojë pjesa tjetër e familjes. Të gjithë banorët e pallatit janë evakuuar nga banesa. 3 zjarfikse po punojnë për lokalizimin e flakëve dhe shuarjen e zjarrit. Nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit, por dyshohet se shkak ka qenë një shkëndij elektrike ose shpërthimi i një bombule gazi. Zjarri për masave të mëdha rrezikoi për disa momente edhe apartamentet e tjera të pallatit. Do të flasim tani për zhvillimet mbi një tjetër ngjarje të rëndë që ka ndodhur mbrëm. Policia ka arrestuar sot pronarin e lokalit ku ndodhi shpërthimi i bombulës së gazit që plagosi 29 persona në Berogozh të Pogradecit. Dëshmitarët tregojnë momentet e tmerrit dhe se si u hodhën nga kati i tretë për të shpëtuar. Kjo e çare bombulës mendohet se ka shkaktuar rrjedhjen e gazit që më pas çoi në shpërthimin e ndodhur në lokalin e fshatit të Berogozh të Pogradecit, ku mbetën të plagosur 29 persona. Shumë pranë saj ishte e vendosur një sop druri, nxehtësia e të cilës dyshohet se ka provokuar shpërthimin e gazit. Pas ekspertizës në vendngjarje, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial thotë se bombula ishte tërësisht e amortizuar dhe nuk përmbushte asnjë standard të sigurisë teknike. Për këtë arsye, policia arrestoi pronarin e lokalit, 20 vjeçarin Romario Muçka, për plagosje të rënd nga pakujdesia dhe shkelje të rregullave të lëndëve plasëse. Një ditë më pas, era e gazit është ende e fortë, ndërsa ambientet e lokalit ku të rinj të mblidheshin për ndonjë lojë bilardo, i ngjajnë një sheshi lufte. Pas shpërthimit, disa prej tyre vraponin me rrobat që u digjeshin në trup. Ja u pris një rrobat kështu, e hapa thikin dhe ja u pris një rrobat. Nuk zbërthej një kopsat, nëse do zbërthej një kopsat e xhupit, unë një njeri do kështë shpëtuar, se nuk... Që ndosht ata që kishin makinat, edhe policia që erdhi. Elvina Molli është një prej të plagosurve nga shpërthimi i gazit. Ai ka marrë plagë të lehta në kokë dhe në dorë, vetëm se ndodhi i ulur pas një kolone të lokalit. Të tjerë panë si shpëtim hedhjen nga kati i tretë i ndërtesës. Nxehtësi e paparë. Fluturuan pasaj ato, dritaret edhe dera për jashta, atëre skurua shumë një çikë, filluan u hodhë, u varëm në dritaret për poshtë, se poshtë është 3 kate. U hodhën e ca kanë thyrë kurrizin, kanë thyrë kem. Në lokal ishin edhe 5 bombula të tjera, shpërthimi të cilave mund të ishte me pasoja edhe më të rënda. Të plagosurit të cilët morën plagë nga shpërthimi një natë më parë në Berogozh të Pogradecit po trajtohen të ndarë në 2 reparte, ndërkohë 2 prej tyre janë në gjendje të rëndë. 3 të plagosurit e shpërthimit të bombulës së gazit në fshatin Berogozh të Pogradecit që po kuroheshin në Korçë janë transportuar në spitalin e djegje plastikës në Tiranë. 2 prej tyre u dërguan me helikopter dhe një tjetër me autoambulancë.
Gjendja e tyre është e stabilizuar, por ata u transportuan në qendrën spitalore universitare për një mjekim më të specializuar, duke e çuar në 26 numrin e të plagosurve që gjenden në këtë spital. Mjekët thonë se 2 prej tyre, 14 vjeçari e Hamolli dhe 34 vjeçari Vladimir Muçka, janë në gjendje të rëndë. Midis tyre, 9 janë shtruar në terapinë intensive, në gjendje më të rëndë, 8 në pavion në gjendje të mesme dhe 6 në gjendje më të lehtësuar. Këto flasin për djegjet gradës së tretë kryesisht. Janë të thella dhe që kanë prekur regione kritike, duar, fytyrë, trup. Sipas mjekëve, të gjithë plagosurit do të mbahen në spitalin e djegje plastikës, dhe se në këtë fazë asnjëri prej tyre nuk mund të lëvizë në ndonjë klinikë të specializuar jashtë vendit. Pas 6 muajsh hetime, Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq Abdullah Dervishin, pronarin e një pasticërie këtu në kryeqytet ku gushtin e kaluar shpërtheu një bombull gazi duke lënë të plagosur 21 persona. 63 vjeçari akuzohet për shkatrim prone nga pakujdesia si dhe shkeljen e rregullave të mbrojtjes në punë. Abdullah Dervishi, pronari pasticërisë që shpërtheu si pasojë e rrjedhjes së një bombule gazi në gushtin e kaluar në Tiranë, ka përfunduar në gjyq. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe akuzon 63 vjeçarin për shkatërim prone nga pakujdesia dhe shkeljen e rregullave të mbrojtjes në punë. Si pasojë e rrjedhjes së gazit dhe më pas shpërthimit të bombulës, u plagozën 21 persona, si do u shkaktuan dëme të shumta materiale në bizneset përreth pasticërisë. Në kërkesën për gjykim, organi i akuzës argumenton se Dervishi është përgjegjës për akuzat e ngritura, pasi gruaja e tij nuk ishte mundur të mbylte saracineskën e bombulës, ka thirrur 63 vjeçarin. Pasi ai nuk ka mundur të eliminojë problemin, u ka kërkuar punonjësve të tij të ulin automatet e energjisë elektrike për të shmangur ndonjë shpërthim. Por sipas ekspertëve, është pikërisht shkëndija elektrike që është krijuar gjatë uljes së automatit që ka nxitur shpërthimin. Hetimet zbuluan se i akuzuari i kishte të kolauduara bombulat në bazë rregullores në fuqi. Shpërthimi në rrugën Don Bosco ndodhi në 9 gusht të 2015-s. Banorët e kësaj rruge disa herë kishin denoncuar në polici nëpërmjet aplikacionit Komisariatit Digital kushtet në të cilat ruheshin bombulat e gazit në këtë lokal. Kujtimi Ibra i 57 vjeçari nga Puka, i cili vrau me thikë vajzën e tij ndërkohë që plagosi po me thikë vajzën tjetër, ka qenë disa herë në polici për shkak të konflikteve që ai kishte me bashkëshorten. Ndërkohë ai ka qenë edhe i dhunshëm, vazhdimisht në familje, por familja ka patur frikë ta denoncojë. Ky është Kujtimi Ibrej, 57 vjeçari i cili mbrëmjen e së dielës vrau vajzën e tij 17 vjeçare, Elidona Ibrej, dhe plagosi vajzën tjetër, Esmeralda Ibrej, 22 vjeç. Detajet të tjera publikohen rreth ngjarjes, e cila ndodhi në një banesë private në rrugën Jordan Misja në kryeqytet. Burime nga policia bëjnë me dije se familja kishte konflikte të vazhdueshme dhe se shpesh herë për shkak të mosmarrëveshjeve, të cilat degeneronin deri në dhunë fizike, inspektorët e zonës së policisë ndërhynin duke shoqëruar palët në komisariat. Pavarësisht ngjarjeve të përsëritura, fëmijët për mëshirë, duke ditur se babai i tyre ishte i alkolizuar, refuzonin të bënin denoncim ndaj tij. Prej më shumë se 7 vitesh, megjithse ndanin të njëjtin obor, Kujtimi jetonte i vetëm në një prej dhomave të shtëpisë, ndërsa ish gruaja me 6 fëmijët në pjesën tjetër. Motra e madhe ka treguar në polici se 17 vjeçaria Elidona, që mbeti e vrarë nga goditjet me thik, ishte ajo që gjithmonë ndërhynte, që të qetësonte gjaknxehtësinë e babait, i cili ishte agresiv dhe fyente për shkak të përdorimit të alkoolit. 22 vjeçaria e plagosur Esmeralda ndodhet në familje dhe nën kujdesin e vazhdueshëm të mjekëve. Kujtim Ibrej, 57 vjeçari nga Puka, që pas krimit u shpreh se nuk mbante mend çfarë kishte bërë dhe që shfaqi pendes, pritet të dalë të mërkurën para gjykatës për t'u njohur me masën e sigurisë. Është lënë në burg 31 vjeçari shqiptar Arben Rexha, i cili vrau të dielën me thikë në Londër një 25 vjeçare shqiptare. Viktima është identifikuar si Elidona Demiraj. Është identifikuar 25 vjeçaria shqiptare që u vra me thikë mbrëmjen e së dielës në Islington, në periferi të Londrës. Viktima është Elidona Demiraj, e cila jetonte prej 2 muajsh në bllokun e pallateve pranë Graham Street. 25 vjeçaria u vra nga një tjetër shtetas shqiptar, Arben Rexha, 31 vjeç. Mediat lokale raportojnë se Rexha është arrestuar dhe akuzohet nga prokuroria londineze për vrasje. Mësohet se gjykata britanike ka dhënë masën e arrestit me burg për 31 vjeçarin shqiptar. Krimi i rënd ndodhi mbrëmjen e 31 janarit në Islington, në periferi të Londrës, në banesën e viktimës. Policia londineze arrestoi menjëherë në vend ngjarjes shqiptarin.
Në një intervistë për mediat lokale, fqinjet e viktimës u shprehan të shokuar. Një britanike 49 vjeçare tha se para se të ndodhte krimi, ajo e kishte ftuar për një kafe 25 vjeçaren shqiptare, por kjo e fundit nuk kishte preferuar të dilte nga banesa. Më pas fqinja deklaroi se kishte dëgjuar britmat e 25 vjeçares Elidona Demiraj në momentin e vrasjes. Në seancën ndaj 9 akuzuarve, të cilët mendohet se kanë dërguar djem shqiptar për të luftuar për llogaritë e ISIS-it në Siri, janë dëgjuar edhe përgjimet ambientale në xhaminë e Unazës së Re. Prokuroria thot se ish imami Genci Balla predikonte luftën e shenjtë, ndërkohë që ky i fundit ka hedhur poshtë akuzat. Pavarësisht se 9 akuzuarit për terrorizëm që po gjykohen të krimet të rënda vazhdojnë të akuzojnë gjykatën për një anshmëri, procesi ka hyrë në rrugë normale. Pas gati 10 seancash ngërç, në seancën e kësaj të marte, janë dëgjuar përgjimet ambientale të kryera në xhaminë e Unazës së Re. Prokuroria për krimet të rënda pretendon se në to dëgjohet ish imami Genci Balla, që predikon gjuhën e urrëties dhe ka ndikuar tek besimtarët për t'i dërguar më pas në luftën siriane. Por kjo gjë është kundërshtuar nga i pandehuri, duke i quajtur akuzat si të montuara dhe luftë kundër fesë islame. Ndërkaq i pandehuri Fadil Myslimani ka hedhur akuza mbi 5 shëngjykuese, duke i cilësuar si të paaft. Ai tha se mbahet në burg vetëm për shkak se është besimtar musliman, pasi prej 35 seancash shkelen të drejtat e tij. Policia e Tiranës është pajisur me kamera trupi kryeministri Rama, tha se ky inovacion jo vetëm do të rrisë sigurinë, por do ndihmojë edhe në luftën kundër korrupsionit në radhët e uniformave blu. Efektivët e policisë së Tiranës do të pajisen me kamera filmike trupi. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha se ky modernizim bëhet për të kontrolluar më mirë punën e policit, si dhe kamerat janë element sigurie për efektivët. Jemi mjaft të bindur që produkti i këtij revolucioni në mënyrën se si funksionon policia e shtetit në raport me qytetarin për t'i shërbyer qytetarit, do jetë modeli ynë më i mirë për ta shtrirë në gjithë Shqipërinë dhe për të garantuar pritshmëritë më të larta të qytetarëve lidhur me punën e policisë. Kamerat do të jenë të lidhura me sistem qendror nga ku do të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe kjo procedurë sipas kryeministrit do të ndikojë në luftën kundër korrupsionit në radhët e policisë. Përpjekja antikorrupsion hyn në një fazë tërësisht të re. Zhduket rryshfeti, çdo mundësi për rryshfet. Për kreun e qeverisë inovacioni dhe modernizimi do të tregojnë më mirë punën e policisë që sipas tij është anatemuar politikisht. Asnjë përpjekje për të bërë politik me krimin nuk e frenon dot rritjen e besimit të qytetarëve tek policia e shtetit, sepse policia e shtetit flet me rezultate. Pas pajisjes me kamera trupit të policisë së Tiranës, pritet që projekti të aplikohet në të gjithë komisariatet e vendit. Hapi i radhës i qeverisë në drejtim të sigurisë publike do të jetë vendosja e kamerave të sigurisë në ambientet dhe ndërtesa publike. Deputetja socialiste e Shkodrës, Mimoza Afizi, ka dalë hapur në mbështetje të deputetit Ben Blushi, i cili kërkon që Partia Socialiste të zhvillojë zgjedhje për kryetarin e saj, ndërsa deputeti Blushi tha se ai do të paraqesë një platformë në Kongres e cila ka për qëllim shlirimin e partisë nga disa deputet që sipas Blushit po grabisin prona. Ben Blushi nuk është më i vetëm në kërkesën e tij për zhvillimin e një gare për kryetarin e Partisë Socialiste. Deputetja e Shkodrës Mimoza Afizi ka përkrahur hapur Blushin duke marrë parasysh edhe kostot që mund t'i vinë nga ky qëndrim për karrierën e saj politike. Po s'folëm gjithë bashkërisht, gjërat nuk ndryshojnë. Unë fatin tim personal nuk e kam lidhur me absolutisht me jetën politike, por i besoj kauzës sime dhe lirisë sime për t'i thënë gjërat ashtu siç duhet. Deputetja Afizi thot se mungesa e zgjedhjeve është shqetësim edhe për socialistët e Shkodrës. Që prej vitit 2007 nuk ka pas zgjedhje për kryetar partie të rrethit qytetit. Drejtimi i partisë në Shkodër është bërë në mënyrë të komanduar, është bërë sipas orekseve të deputetëve të ndryshëm. Unë nuk kam influencuar, sepse nuk nga pyetur njeri asnjëherë. Ben Blushi tha se ka edhe deputet të tjerë që duan respektimin e statutit dhe i fton që të kenë kurajo të dalin publikisht, duke thënë se shpreson që Rama të mos i penalizojë. Jam shumë mirënjohës jo vetëm Mosës, po të gjithë atyre që do kenë kurajon dhe do gjejnë arsyet e duhura për të mbështetur. Do ishte fatale sigur ata që mbështesin mua në këtë projekt
të penalizohen, çka është vërtet që ka ndodhur. Pyetja është me kë i ka zëvendësuar? I ka zëvendësuar me bandit, me njerëz që vinë në parlament me pistolet. Blushi thot se nëse do të lejohet, ai do t'i drejtohet Kongresit të 19 marsit me disa zgjidhje për ta shpëtuar partinë dhe qeverisjen nga Rama dhe nga deputetët që po grabisin prona. Ndryshojmë mënyrën se si funksionon Partia Socialiste. Çka Edi Rama po dështon ta bëj? Duhet të jap një fytyrë Partisë Socialiste që e ka humbur. Duhet ta kthej Partinë Socialiste majtas. Sigurisht gjithë ata që e pengojnë, Edi Rama i pari, këtë kanë frikë. Nëse Partia Socialiste voton për një projekt tjetër, sigurisht mundësia e gjithë këtyre që po koncesionojnë ekonominë kombëtare, ka deputet PS-s që janë duke grabitur për shkak statusit që i jep njeh atyre Edi Rama, grabisin territore, zona, toka. Ta njerëz nuk do e kenë më këtë mundësi. Kanë emër këta deputetë? Do t'i them Kongres, ju premtoj që do t'i them gjitha. Edhe deputeti socialiste Eduard Ndoca i kërkon kryeministrit Rama që të dalë në garë dhe të mos ketë frikë nga përballja. Ai e quan të pakuptimt vendimin për të mos patur garë për kreun e Partisë Socialiste. I njohur ndryshe si kaubojsi socialistëve, Eduard Ndoca, i cili tashmë ka bërë publike ambicien për të garuar për kryetar të Partisë Socialiste, e fton kreun aktual Edi Rama të mos ketë frikë nga përballja me të. Për Ndoca, vendimi për të mos patur garë është i pakuptimt. Duhet përballet me këtë garë sepse është demokratike dhe nuk mund zgjidhen në rang kombëtar gjithë kryetarët dhe mos zgjidhet kryetari kryesori i Partisë Socialiste mos ketë garë. Pra është e pa koncept. Ky qëndrim i Ndocajt vjen në një kohë kur si ai ashtu edhe deputeti Ben Blushi kanë shprehur ambicien për të garuar në kongresin që pritet të mbahet në muajin mars. Ndalemi tani tek opozita, e cila i bën thirrje gjykatës kushtetuese që të zbardhë vendimin për mandatin e deputetit socialist Koço Kokdhima. Demokratët e akuzojnë kryeministrin se po mban peng institucionet e drejtësisë për të mbrojtur deputetin e tij. Partia Demokratike ka vijuar sërish me akuzat në adresë të kryeministrit Rama se po i bën presion anëtarëve të gjykatës kushtetuese për të mos zbardhur vendimin lidhur me mandatin e deputetit Koço Kokdhima. Drejtësia vonon për të, pasi Koço është ushtari i Edi Ramës dhe i premtoi se do dërgonte në Kongres 3 herë më shumë delegat të bindur. I kërkojmë gjykatës kushtetuese të zbardhë sa më shpejt vendimin, pasi çështja ka të bëjë me korrupsionin shtetëror, me oligarkinë dhe oligarkët. Deputeti Kokdhima akuzohet nga opozita se ka përfituar në 150 raste para nga fondet publike me tendera të marrë nga kompania Abisnet, që ai ka patur në pronësi deri në shkurt të 2014-s. Në dhjetor të vitit të kaluar, gjykata kushtetuese e shpalli të papajtueshëm me kushtetutën vendimin e marrë nga kuvendi në seancën plenare të 16 prillit, për të mos dërguar pranë saj kërkesën për konstatimin e papajtueshmërisë së mandatit të deputetit Koço Kokdhima. Tjetër skandal në Ministrinë e Kulturës. Në shkelje të hapur të ligjit dhe në shpërdorim të detyrës, ministri Amirela Kumbaro paguan punonjës të cilët ndodhen prej muajsh jashtë vendit për arsye personale dhe nuk shkojnë në punë. Ministri e Kulturës Amirela Kumbaro shkel ligjin duke paguar punonjës të ministrisë që ajo drejton, që prej muajsh ndodhen jashtë vendit. Burime të sigurta brenda ministrisë që drejton zonja Kumbaro pojnë faktin se punonjës të Ministrisë së Kulturës, të cilët prej muajsh nuk shkojnë më në punë, madje janë jashtë vendit, paguhen njësoj si gjithë të tjerët të cilët shkojnë çdo ditë. Më flagrant është rasti një zonje, specialiste në një prej sektorëve të kësaj ministrie, e cila prej disa muajsh ndodhet me bashortin të emëruar së fundmi diplomat në një kryeqytet të Europës, edhe pse nuk ka shkuar asnjë ditë në punë në ministri, paga i ka vazhduar t'i derdhet në llogarinë e saj. Një rast i pasur korruptiv dhe shpërdorim detyre nga ana e ministres së kulturës, që në shkelje të plotë të ligjit mban në punë dhe paguan një person që jo vetëm nuk shkon në punë si gjithë të tjerët, që ushihet edhe orari, por madje nuk ndodhet as brenda territorit të vendit, dhe për këtë mjafton të kontrollohet sistemi Teams i policisë së kufirit. Vetëm pak kohë më parë, ish-kreu Gardës së Republikës Ndrea Prendi u akuzua dhe u dërgua në gjyq se paguante një vartëse të tij, pa qenë asnjë ditë në punë, madje edhe ajo duke qenë jashtë vendit. Po nëse Prendi dërgohet në gjykatë për shpërdorim detyre, për ministrën Kumbaro nuk bëhet e njëjta gjë. Ajo vazhdon të qëndrojë në krye të detyrës, ashtu si zonja tjetër vazhdon të paguhet, edhe pse nuk shkon asnjë ditë në punë, duke qenë jashtë vendit. Nuk dihet nëse për rastin në fjalë, organi i akuzës do të nisë një hetim, por për momentin në Ministrinë e Kulturës nuk ka rëndësi nëse shkon në punë për të marrë pagën në fund të muajit. E rëndësishme është që po të dojë ministria edhe të paguan pavarësisht se je në mes të Europës.
Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit ka nisur operacionin e prishjes së ndërtimeve pa leje në Parkun Kombëtar të Butrintit. Këto janë dhe pamjet e prishjes, pas pak do të shohim pra me eksploziv, pikërisht një objekt i gjykatës. Sipas Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, në këtë zonë gjendet një numër i konsiderueshëm objektesh pa leje. Përhapja me shpejtësi e virusit të Zika, që shkakton deformime të fetusit në 3 muajt e parë të shtatzanis, ka shtuar alarmin në Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Virusi Zika është kthyer në një emergjencë globale. Alarmi u dha të hënën nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila gjatë një mbledhje të jashtëzakonshme në Gjenev deklaroi se epidemia që shkakton mikrocefalitin të foshnjët e porsalindura përbën një kërcënim serioz për shëndetin publik në mbar botën. Ekspertët shëndetësor shprehen se shtrirja gjeografike e mushkonjës Aedes, që transmeton Zikën, mungesa e vaksinës ndaj kësaj epidemie apo edhe fakti se popullsia në vendet e prekura rishtazi nuk ka imunitet ndaj virusit, përbën një shqetësim të madh. Sipas drejtores së përgjithshme të OBSH-s, Margaret Chan, nevojitet një bashkëpunim i gjerë ndërkombëtar për të parandaluar përhapjen dhe për të kuptuar më shumë rreth Zikës. Sidoqoftë, kreu i OBSH-s deklaroi se nuk është ende e nevojshme të ndërpriten udhëtimet ndërkombëtare për shkak të virusit. Deri tani janë shënuar rreth 5000 raste të prekura nga Zika, ndërsa javën e shkuar OBSH-ja parashikoi se gjatë vitit 2016 do të preken 3 deri në 4 milion persona nga virusi që transmetohet nga pickimi i mushkonjës. Në metron e Muniut, 2 pensionistë gjerman janë përleshur me një grup emigrantësh të cilët kanë ngacmuar seksualisht një vajzë. Një tjetër rast dhune me protagonistë emigrantët nga Lindja është shënuar në Gjermani. Një video amatore e njërit prej pasagjerëve në metron e Munihut tregon momentin e përplasjes mes një grupi emigrantësh dhe 2 gjermanëve të vjetër në moshë. Pasi shpërndau regjistrimin në rrjetin social Facebook, autori i videos Tom Roth shpjegoi se emigranti po bezdiste një vajzë pasagjere, madje edhe duke e prekur në pjesët intime, çka ngjalli reagimin e fortë të 2 gjermanëve. Ngacmimet seksuale të refugjatëve ndaj femrave janë bërë një shqetësim i madh për autoritetet gjermane, të cilët kanë nxjerrë edhe një afishe paralajmëruese për emigrantët. Natën e ndërrimit të viteve, një grup i organizuar emigrantësh dhunuan disa 10 gra në qytetin e Kölnit. Gjatë vitit 2015, Gjermania priti rreth 1.1 milion refugjat. Kombëtarja shqiptare është një kombëtare e cila ka zgjuar interesimin e mediave të huaja, kështu është ZDF-ja që ka kushtuar një reportazh. Kanali i njohur gjerman ZDF i kushton një reportazh suksesit të Shqipërisë që arriti të kualifikohej në Euro 2016. Gazetarët gjermanë intervistuan protagonistët që realizuan një ëndër më shumë se gjysmë shekullore të shqiptarëve, pjesëmarrja në finalet e një turneu të rëndësishëm. Futbollistët, trajneri Gianni De Biasi, presidenti i Federatës së Futbollit Armand Duka, apo edhe ish lojtar dëshmuan në këtë realizim special. Reportazhi kujton edhe ndeshjen e vitit 1967, kur Shqipëria barazoi 0-0 me Gjermaninë perëndimore. Nën kampionët e botës të drejtuar nga Helmut Schön, mbetën jashtë Euro 68-s. Ish futbollisti i kombëtares Frederik Gjinali kujton atë barazim historik, i vetmi rezultat pozitiv ndaj përfaqësueses gjermane. ZDF kujton edhe mbrëmjen e pazakon të Beogradit, ku takimi mes Serbisë dhe Shqipërisë u ndërprer nga dhuna dhe racizmi tifozëve vendas. Shorti që përballë Shqipërinë me Zvicrën është një tjetër fragment i reportazhit ku do të ballafaqohen edhe vëllezërit Taulant dhe Granit Xhaka. Sulmuesi i kombëtares shqiptare Sokol Cikaleshi ka shënuar sërish për Bashak Shehir, duke ndihmuar skuadrën e tij të kualifikohet në çerekfinalet e Kupës së Turqisë. Futbollisti 25 vjeçar u aktivizua si zëvendësues në fitoren 4-0 kundër Tepečikspor, por ju deshën vetëm 14 minuta në fushë për të gjetur rrugën e rjetës. Cikaleshi shënoi golin e tretë për formacionin vendas, duke bërë një tjetër paraqitje shumë të mirë në këtë sezon. Ky ishte goli i 7 për sulmuesin shqiptar në Kupën e Turqisë, që konfirmon formën e shkëlqyer që po kalon në këtë sezon të parë në futbollin turk. Në merkaton e dimrit pa në merkaton e janarit, Superliga jon ka shënuar një numër rekord transferimesh.
Edhe pse kjo e dimrit është merkato për të bërë riparime në skuadra, klubet e Superligës kanë regjistruar një numër rekord transfertash, blerje dhe shitje futbollistësh. Ndryshe nga kampionatet e tjerë të Europës, Superliga numëron 155 transferime gjatë muajit janar. Goditja më e madhe në merkato është padyshim ajo e Skënderbeut, që vetëm në orët e fundit bleu nga Laçi James Adenini. Me financat e forta pas pjesëmarrjes në grupet e Ligës së Europës dhe transferimet rekord të Ola Inkës dhe Bernard Berishës, klubi korçar mund t'i lejonte vetes të shpenzonte 150.000 euro për sulmuesin nigerian. Korçarët ishin më aktivët në tregun e transferimeve. Nuk qëndron pas as Partizanit, pas blerjes së Atandës dhe rikthimit të Vilës në ditët e para të janarit. Goditja e rëndësishme për Partizanin ishin Agustin Torrasas, mbrojtësi Franz Veliu dhe sulmuesi tjetër Argentinas Federico Abercon. Shumë aktiv në merkaton e janarit ishin Flamurtari dhe Kuksi. Dy skuadrat mbyllën tregun e transferimeve përkatësisht me 9 dhe 12 blerje secila. Më dorështrënguar ishte Tirana. Bardhë e blute e kryeqytetit u munduan të plotësonin kërkesat e trajnerit Ilir Daja në çdo repart. Pesëvjeçari afgan, i cili u bë i famshëm për shkak të një fotoje me një fanell të sajuar, si ajo e Mesit, së shpejti do të takoj idhullin e tij. Murtaza Ahmadi, djaloshi afgan që adhuron Mesin, do të mund të realizoj ëndrrën e tij të madhe të takoj yllin e Barcelonës. Federata Afgane e futbollit njoftoi se ka marrë një email nga vet Leo Messi dhe nga klubi i Barcelonës, ku i është bërë një ftesë djaloshit të vogël të takoj idhullin e tij. Zëdhënësi i Federatës Afgane të futbollit tha se data e takimit është fiksuar dhe Murtaza i vogël do të takojë shumë shpejt 5 herë fituesin e topit të artë. Surprizat për adhuruesin special të Mesit nuk përfunduan me kaq. Djaloshi u ftua të marrë pjesë edhe në stërvitjen e ekipeve të moshave të kombëtares afgane. Fotografia ku 5 vjeçari kishte veshur një qese të ngjashme me fanelën e përfaqësuesës së Argjentinës, atë të Mesit me numrin 10, bëri xhiron e botës. Në një moment të parë ishte një djalë iraken që pretendonte se ishte personazhi i fotos virale, por u hodh poshtë menjëherë nga të afërmit e Murtazas, të cilët bën të ditur identitetin e tij të vërtet. Vetëm 8 muaj kanë kaluar nga restaurimi i hamamit të Krujës, një objekt ky i shekullit të 15 dhe i është dëmtuar përsëri. 8 muaj pas inaugurimit të hamamit të Krujës, tashmë çatja e tij është mbuluar me plasmas, pasi nga të 4 anët e saj pikon ujë. Shirat e dimrit nxorën në pa punimet pa cilësi që u kryen në këtë objekt të rrallë të shekullit të 15, duke hedhur në kosh 84.000 euro të dhuruara nga qeveria suedeze. I restauruar në muajin qershor, inaugurimi i hamamit të Krujës ka ngjallur jo pak polemika. Pamja e hamamit mesjetar të shekullit të 15, ndër të paktët monumente të kësaj natyre në Shqipëri, pas restaurimit i ngjan më shumë një spa të ditëve tona. Gjysma e hamamit të Krujës është mbuluar me plasmas dhe pikërisht atëherë kur duhet të jetë në kulmin e vet, në kulmin e pritjes vizitorëve. Tashmë nga hamami i Krujës, monumenti i kulturës së kategorisë së parë, ajo që ka mbetur është vetëm suvatimi. Ministria e Kulturës ende nuk e ka çelur konkursin se kush do e fitoj këtë plan biznesi. Hamami i Krujës është një ndër 7 hamamet e vetme që Shqipëria trashëgon nga mesjeta. Ermal Meta është shqiptari i cili do të ngjitet këtë vit në skenën e festivalit të Sanremos në Itali. Një tjetër shqiptar do të ngjitet në skenën e festivalit më të rëndësishëm të muzikës së lehtë italiane, Sanremo. Ai është Ermal Meta, një emër pak i njohur në vendin e tij të origjinës, Shqipëria, por i suksesshëm në Itali. Odio le favole, i urrej për allat, është kënga me të cilën Ermali konkuron në kategorinë e të rinjve. Ish antari i grupit La Fame di Camilla, pas shkëputjes nisi karrierën si solist. Shumë tekstet e emrave të njohur të këngës italiane mbajnë emrin e 36 vjeçarit. Patti Bravo, Marco Mengoni, Giusy Ferrer, Emma Marrone janë disa nga bashkëpunimet e Ermalit, këngët e të cilit janë dëgjuar nga miliona njerëz. Me një zë të pasuruar me ngjyrime të lehta ekzotike, me një teknik të përpunuar ndër vite dhe elegancë lidur, Ermali është gati të kapërcejë një tjetër kufi, atë të Sanremos, shkruan kritika italiane. Pas Elsa Lilës me këngën Valeria në Sanremon e vitit 2003, Ermal Meta është shqiptari i dytë që konkuron në këtë skenë në mbrëmjen e 9 shkurtit.
Këtu kemi përfunduar këtë edicion lajmesh. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Zonja dhe zotrinj, ju falenderit që ishit me ne natën e.